Prej më shumë se gjysmë shekulli, Mark Braci nga fshati Hotiri ka qëndruar besnik një prej zanateve më të vjetra bletarisë. Edhe sot në moshën 79 vjeçare, ai vazhdon të kujdeset për kosheret me të njëjtin përkushtim si në ditët e para. I rritur në këtë traditë, Marku e nisi rrugëtimin e tij që në moshë të re, duke ndjekur hapat e të parëve. Me kalimin e viteve, ai jo vetëm që ruajti këtë profesion, por e ktheu në një mënyrë jetese, ku puna, natyra dhe përvoja ndërthuren çdo ditë. Unë kam qenë moshën 20 ditë, kur jam marrë me ta. Edhe s'kam nejë pa të asherë deri tash. I ka pas edhe baba blet, edhe sysh me gjyshin barethojnë, kam vazhduar kështu me ta. Sa koshere keni momentalisht? 11 copë. Sa mjalt prollon? Shazotën si të marrin koha. Unë me mujtë marrë 500 kile, po në mosha 50 kile jam në rregull. Marku tregon se mjaltin e ka cilësor, megjithatë klima luan një rol të rëndësishëm në cilësinë e tij. Ma morrin të shtëpia se. Është cilësore si mjalt? Po nuk u kam bë kështu gjana unë për me ashtu veç. Mjalt tamam. Kam morë 10 kile, kam morë 10 kile, kam morë 100 kile, 100 kile. Qyre herë një tash ke lulet e qërshia tëna po shkojnë këtë. Dikon edhe klima? Po shish nikon marrë burë. Po herë zet, herë ftoftë këto, sa bat gati për më ashtu, met në vend. Që ato skandala la jashtë. Për të çdo sezon sjell sfida të reja, por edhe kënaqësi të veçanta. Ai thekson se bletaria kërkon durim, përkushtim dhe dashuri për natyrën, cilësi që e kanë shoqëruar gjatë gjithë jetës së tij.